kemi tjetër. Të nderuar autoritete lokale, të nderuar qytetarë të Lezhës, miq e dashamirë, biznesmen, kam nderin dhe privilegjen që t'jem para jush në këtë hapje solemne dhe bashkë me ju të përulemi me nderim dhe respekt para kujtimit dhe veprës së Gjergj Kastriotit dhe prizë shqiptar që për te interesa vetjake vunë kombin detyrën e shenjtë të mbrojtjes së tij nga pushtuesit otoman. Kuvendi i Lezhës na mëson se momente vendimtare duhen qartësi dhe guxim, vendime të drejta, prioritete të qarta dhe bashkëpunim real. Në sytë e sotës, 2 marsi nuk është thjesht një kujtim, por një mesazh, një reflektim dhe përgjegjësi që na kërkon të mos përqahemi për interesa të vogla, të mos e përdorim historinë vetëm për kënaqësi simbolike, por ta kthejmë në një përkushtim ndaj komunitetit që aq shumë pret nga ne. Kuvendi i Lezhës na mëson se edhe në kohë të vështira, ku gjithçka duket e pasigurt, bashkimi dhe vizioni, vullneti dhe përkushtimi krijojnë mundësi. Na mëson se historia nuk shkruhet nga ato që presin, por nga ato që marrin vendime, nga ato që veprojnë. Sot Lezhë nuk është vetëm qyteti i 2 marsit, apo i Fishtës, apo i Franobardit, apo i Nozgjedhjes, apo i shumë figurave të nderuara që në histori kanë lënë gjurmë në këtë qytet. Është qyteti i energjisë së re, i sipërmarrjes, i turizmit që po rritet, i bujqësisë që po zhvillohet, i agroturizmit më të mirë në rajon, i të rinjve që duan të kontribuojnë. Ndaj ne jemi debitorë çdo ditë që të bëjmë më të mirë në mundshme që ky qytet shkëlqej, ashtu siç rrezatoi dhe vazhdon të rrezatoj prej 2 marsit 1444. Bashkëqytetarë të Lezhës, për mua është nder dhe privilegj që sot në këtë ditë të shënuar të 2 marsit të drejtohem këtij tubimi me bindjen se 2 marsi i para 582 viteve është edhe më aktual sot ky 2 mars të cilin e shënojmë. Për faktin që rrethanat që i paraprin konferencën në takimit dhe beslidhjes së Lezhës në vitin 1444 po korrespondojnë me rrethana globale sot që ndodhin, që korrespondon edhe me statusin e asaj që janë rrethanat ndërkombëtare sot. Beslidhja e atëhershme tregoi se udhëheqësit dhe princët e asaj kohe dolën mbi veten dhe u bashkuan për të dhënë përgjigjen e duhur për më shumë se 1 qerek shekull asaj që ishte tendenca për sundimin e trojeve tona. Sot përngjan situata me atë që dikur të ndarë në Principata, sot si pasojë e disa konferencave ndërkombëtare na kanë ndarë në disa shtete përreth. Për atë arsye mendoj që udhëheqësit përkatëse do duhet të bëjnë një beslidhje të re për të mund që të përgjigjen kohës e cila po na pret për të ardhmen. Nëse 2 marsi i vitit 1440 në kishën e Shënkollit, burrat e këtij kombi u mblodhen për beslidhjen. Dhe kur i kujtojmë sot, duket sikur edhe ata në atë çast vendimtar i kishin ra në dorë Shënkollit. Jo për ndonjë mrekulli, por për një vendim të mrekullueshëm. Sepse ajo që ndodhi këtu nuk ishte thjesht kuvend. Ishte arkitektur politike. Gjergj Kastrioti me princat shqiptar u mblodhen për organizim. Principatat ishin të ndara, interesat të ndryshëm, ambicet të forta, por ata kuptuan diçka thelbësore. Fragmentimi i dobësonte të gjithë. E princat
kishin arsye për rivalitet. E historia jonë një këto, por në Lezhë ata zgjodhen diçka më të madhe se vetja, interesin e përbashkët. Beslidhja ishte marrëveshja për koordinim ushtarak, për diplomaci të përbashkët, për përgjegjësi të bashkëndarë. Bashkimi nuk ishte imponuar, ishte zgjedhje e ndërgjegjshme, ishte vetë shtetëformimi në embrion. E ky është thelbi i atij 2 marsit të largët. Bashkimi nuk ndodh vetvetiu, ai ndërtohet me vendim. Dhe kjo është arsyeja pse Lezhë nuk është thjesht qytet i kujtesës, është qytet i vizionit. Institucionet tona në Shqipëri e në Kosovë nuk e humbin identitetin duke bashkëpunuar, e forcojnë atë. Koordinimi është forcë